Mbështetja e fermerëve të cilët përmirësojnë cilësinë e investimeve të tyre do ta çojë bujqësinë në vendin tonë në stade më të larta. Për kryeparlamentarin Ilir Meta, investimet të tilla sjellin më shumë punësim dhe një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë. Vizitoj një fermë të tillë blegtorale të teknologjisë më të fundit holandeze. Mbështetja më e madhe për bujqësinë, mbështetja më e madhe për ferma të tilla të teknologjisë më të avancuar, padyshim që do ta çojë bujqësinë tonë në stade akoma më cilësore dhe do t'i japi një hop të ri gjithë të zhvillimit ekonomik të vendit. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti theksoi se mbështetja ndaj fermës blegtorale në Libov Shtëfjerit nuk ka munguar. Ministria e Bujqësisë nëpërmjet Agjencisë Pagesave ka mbështetur këtë sipërmarrje me një fond prej 400 milion lek të vjetra. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ju vuri në dispozicion rreth 90 hektar tokë dhe ky është modeli që ne kërkojmë. Garanton qumësh në sasinë e duhur, garanton qumësh në cilësinë e duhur dhe bëhet një ofertë e sigurt dhe garantuar edhe fabrikave të qumshit. Për Panaritin, modele të tilla duhet të ndiqen edhe në shumë ferma të tjera në vendin tonë për t'i dhënë një zhvillim akoma më të madh bujqësisë në vend.